para që doli publikisht të mbështeti kandidaturën e aktorit të humorit ishte Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt. Pasi aktori Florian Binaj u veçpall kandidat i pavarur për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, menjëherë ka ardhur mbështetja e forcave opozitare. E para që doli publikisht të mbështeti kandidaturën e aktorit të humorit ishte Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt. Lapaj njoftoi nëpërmjet Facebookut mbështetjen për Binaj, duke theksuar që ky vendim bazohet me bindjen se Shqipëria vlen më shumë se partia. Të njëjtën lëvizje bëri dhe partia më e madhe opozitare në vend, Partia Demokratike. Do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Pasi mori mbështetjen nga Shqipëria bëhet, nis mathurje Partia Demokratike dhe aleatët e saj, edhe Partia Mundësia e Agron Shehajt u shpreh se do të mbështesë kandidaturën e Florian Binajt. Ne do mbështesim kandidatin jo politik, ashtu siç kemi premtuar, do mbështesim Binaj. Tashmë opozita del me kandidatin e pavarur Florian Binaj, Partia Socialiste me kandidaten Ogerta Manastirliu dhe Lëvizja Bashkë me kandidatin Arlind Çorri. Edhe pse PS kishte ndezur motorët e fushatës, po ashtu edhe partitë e tjera, duket se zgjedhjet në Tiranë nuk do të zhvillohen ashtu siç i kishte dekretuar më 1 tetor presidenti Bajram Begaj. Gjykata kushtetuese rrëzoi dekretin për zgjedhjet e 9 nëntorit. Vendimi erdhi pasi kushtetuesja u aktivizua nga Erjon Veliaj, i cili ankimoi shkarkimin e tij si kryebashkiak i Tiranës. Kushtetuesja do të zhvillojë seancë publike me 31 tetor për të shqyrtuar kërkesën e Veliajt dhe deri në fund të tetorit, zgjedhjet për kryebashkiakun e Tiranës janë pezulluar. Pas këtij vendimi kanë reaguar dy forcat e mëdha politike, PS dhe PD. Sipas mazhorancës, ky vendim nuk prek zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, ndërsa shton se gjykata do të jap verdiktin me 31 tetor. Në një prononcim për mediat, Berisha përshëndeti vendimin e kushtetueses, duke e quajtur një akt të rëndësishëm në mbrojtje të kushtetutës. Menjëherë reagoi edhe zyra e presidencës, që deklaroi se vendimi i gjykatës kushtetuese do të respektohet në përputhje me parimet kushtetuese. Po ashtu, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve reagoi pas vendimit të kushtetueses. Ilirian Celibashi, kreu i KQZ-s, deklaroi se janë pezulluar përgatitjet për Tiranën pas vendimit të kushtetueses. Ai tha se do të vazhdojnë përgatitjet për zgjedhjet në 5 bashkitë të tjera. Me 9 nëntor do të zhvillohen zgjedhjet në bashkitë Mat, Tepelen, Cerrik, Berat dhe Vlorë, ku partitë tashmë kanë kandidatët e tyre. Për Bashkinë e Vlorës, PS ka vendosur që postin e kryebashkiakut ta ketë një grua. Bëhet fjalë për deputeten e sapo zgjedhur në parlament, Brunilda Mersini, e cila do të lërë dhe mandatin e deputetes. Për Bashkinë e Cerrikut, kandidat do të jetë Florence Doka, i cili aktualisht mban postin e kryetarit të komanduar në këtë bashki. Kandidat për Beratin do të jetë Ervin Ceca, i cili aktualisht mban postin e kryetarit të komanduar në detyrë. Në Bashkinë e Matit kandidon Altin Bojni, i cili është ekonomist në profesion. Gramos Sako kandidon në Tepelen në logon e PS-s. Sako njihet për karrierën e tij 10 vjeçare si komandant i Gardës së Republikës. Edhe Partia Demokratike ka zyrtarizuar 5 kandidatët e saj për këto zgjedhje. Eduard Brahilika me profesion avokat do të hyjë në garë për postin e kryebashkiakut në Mat. Amarildo Hoxha me profesion doktor është kandidatura e Partisë Demokratike në Bashkinë e Cerrikut. Në Tepelen, PD hyn në garë me Gabriel Gumë, një 26 vjeçar me profesion sipërmarrës. Në Vlorë, opozita ka zgjedhur të mbështesë Dionis Sotën, i cili ka hyrë në garë si kandidat i pavarur nga partitë politike. Ndërsa në Berat, opozita ka zgjedhur kandidatin Pavlo Shkarpa. Kjo ishte edhe përmbledhja e javës. Për lajme të përditshme, na ndiqni në zëri.al.